Kjo pishinë do t'ju bëjë të përjetoni makthet më të këqija. Unë kam parë pishina që duken si një pjesë e parajsës, ato që duken si skena nga një film horror, të thella, të mëdha dhe plot me qoshe rënqese. A mendon vërtet dikush që këto ide për pishina janë të bukura? Ka plot pishina të shpërndara në përbot, në hotele dhe disa apartamente luksoze. Këto ambiente janë të veçanta dhe ofrojnë një vend ku njerëzit freskohen, largëtohen gjatë motit të nxehtë, të ushtrojnë dhe të përmirësojnë aftësinë e tyre fizike. Ato ofrojnë gjithashtu një mjedis social ku njerëzit mund të mblidhen, të pushojnë dhe të shijojnë shoqërinë e njëri tjetrit. Nga format e tyre fantastike të bukura deri te vetë uji, pishina është një vend i bukur për të shkuar. Madje edhe uji mund të shtojë dëshirën, veçanërisht kur është kristal i pastër dhe treqës. Ato shpesh janë të vendosura në mjedise të bukura në natyrë, si për shembull buzë oqeanit, në një obor të rrethuar me pemë, ose në çdo vend ku notarët mund të kenë një pamje panoramike të mjedisit të tyre, sepse mjedisi përreth kontribuon në bukurinë e përgjithshme të pishinës. Por jo të gjitha pishinat janë krijuar në mënyrë të barabartë. Disa janë të përsosura për kohën